Dashnor Balliu, shqiptarin e gjurmët e Magellanit. 1112 ditë në rrugë, mijëra kilometra, 10 shtete, një motor, një shqiptar dhe një ëndër që vazhdon të udhëtoj. Ka njerëz që ëndrojnë të shohin botën, ka të tjerë që nisen për ta zbuluar atë. Më 6 gusht 2023, Dashnor Balliu u nis nga funaresi i Librazhdit me motorin e tij Suzuki dhe me një ide që për shumë kënd mund të dukej e pamundur, të udhëtonte në përbot mbi 2 rrota, pa sponsor të mëdhenj pas tij, pa luksin e një ekspedite të organizuar, me atë që kishte më të rëndësishme, vullnetin për të vazhduar. Nga një fshat i vogël shqiptar nisi një udhëtim që pas 1112 ditësh e çoi deri në Ushuaia të Argjentinës, në Tierra del Fuego, në skajin jugor të kontinentit amerikan. Një shqiptar në fund të botës, kufi të kaluar, rrugë të panjohura, lodhje, net të gjata, vetmi, rreziqe dhe mijëra kilometra mbi 2 rrota. Përballë tij ishte Ushuaia dhe në mes ishte një njeri që kishte arritur ta kthente ëndrrën në kilometra, në gjurmët e një shpirti eksplorues. 5 shekuj më parë, ekspeditat e epokës së Ferdinand Magellanit hynën në këto vise të skajshme të Amerikës së Jugut, duke ndryshuar përgjithmonë mënyrën se si njerëzimi e shihte botën. Dashnor Balliu nuk është Magellani, dhe ky nuk është udhëtimi i shekullit të 16. Por ekziston një fije që i bashkon njerëzit e epokave të ndryshme, dëshira për të parë çfarë ndodhet përtej horizontit. Sot nuk ka anije me vela, ka një Suzuki, nuk ka ekuipazh eksploratorësh, ka një shqiptar që përballet çdo ditë me rrugën, dhe në bagazhin e tij nuk mban vetëm pajisjet e udhëtimit, mban edhe një çop Shqipërie. Njeriu dhe zemra e tij. Motorin e tij dashnori e quan Zemra ime, dhe ndoshta nuk mund të kishte zgjedhur një emër më domethënës, sepse pas mijëra kilometrash, motori nuk është më thjesht një makineri, është shoku që ka qenë aty në shi dhe në diell, në të ftohtë dhe në vap, në rrugët e gjata ku për orë të tëra nuk ekziston askush tjetër përveç njeriut, motorit dhe horizontit. Çdo kilometër lë një gjurmë, në goma, në motor, por mbi të gjitha te njeriu. Çfarë shty një njeri të vazhdoj? Ndoshta kjo është pyetja më interesante e historisë së Dashnor Balliu. Çfarë bën një njeri të zgjohet në mëngjes, mijëra kilometra larg shtëpisë dhe të vazhdoj? Kur përballë ka të ftohtin, kur rruga bëhet e vështirë, kur mungon familja, kur lodhja të thotë të ndalosh. Përgjigja ndoshta nuk e gjejmë te motori, as te kilometrat. E gjejmë te vullneti njerëzor, te mesimi, te dëshira për të provuar se kufit që vendosim për veten shpesh janë shumë afër se sa kufit që mund të arrijmë realisht. 1112 ditë më vonë. Kur Dashnor Balliu u nis nga funeresi më 6 gusht 2023, Ushuaia ishte vetëm një pikë shumë e largët në hartë. 1112 ditë më vonë, ajo pikë u bë realitet. Një shqiptar që kishte nisur udhëtimin nga Librazhdi, qëndronte tashmë në skajin jugor të Amerikës, me borën që binte, me erën e Patagonisë, me motorin pranë dhe me flamurin e vendit nga ishte nisur. Në atë çast, kilometrazhi tregonte distancën që kishte përshkuar motor. Rruga nuk mbaron në Ushuaia. Ushuaia mund të duket si fundi, por për Dashnor Balliun është vetëm një tjetër pikë e udhëtimit, sepse ai vetë e ka thënë: rruga nuk mbaron këtu. Ka ende kilometra, ka ende vende, ka ende njerëz për të takuar dhe histori për të treguar. Dhe ndoshta, pikërisht këtu qëndron kuptimi i kësaj aventure. Nuk është vetëm historia e një njeriu që udhëton me motor, është historia e një njeriu që një ditë vendosi të mos e linte ëndrrën vetëm një ëndër. Nga furaresi i Librazhdit deri në Ushuaia, nga Shqipëria drejt skajeve të botës, Dashnor Balliu vazhdon rrugën. Dhe diku, pas këtij së së ardhshme, e pret një tjetër horizont, sepse për disa njerëz, bota nuk është thjesht një vend ku jetojnë, është një rrugë që duhet përshkuar.